Gjëshanë në përmend ditën e gjykimit, Maliki apo ditën e llogaridhënies. Maliki sunduesi vetëm siç e cekëm më herët. Pra Maliki Yawmiddin apo Maliki Yawmiddin lezohet ose mbreti i ditës së gjykimit. Kryesore mesazhi kryesor i këtij ajeti apo këtij kësaj pjesës të ajetit e shohim që Allahu subhanahu wa taala do të na bëjë me dije. O ju njerëz, përgatituni për një kohë në të cilën nuk ka më vepra, por ka gjykim. Ka llogarimo. Prandaj, siç kanë thënë dietarët apo një prej tyre dhe Omeri radiallahu anhu ka thonë ne llogaritni veten para se të llogariteni. Për këtë arsye ka përmendur Allahu thotë dhe matni veprat tuaja para se të matni. Po, për këtë arsye atë ditë Maliki Yawmiddin e përmendëm se në atë ditë nuk ka më pretendues se ai një gjë e ka gajle. A do të shpëton prej zjarrit të xhenemit dhe të hyjë në xhenet. Pra atë ditë do të kesh llogari. Atë ditë më do të maten veprat e cilat njeriu ka vepruar këtu. Vepër miri do të shkon në xhenet inshallah. Vepër keqi e dim ku do të shkon pra në fer apo në xhenem. Prandaj kjo porosi nga ana e Allahut subhanahu wa taala na bën na jep sinjal neve që o ju njerëz, atë ditë më vetëm ka llogari. Sa jeni gjallë, sa merrni frym, punoni sepse këto aqe do të maten veprat dhe nuk merret parasysh diçka tjetër. A nuk mundet ta kuptojmë kështu hoxha. Allah e përmend ditën e gjykimit e ekziston kjo dilemë që shpesh na pyesin xhamati, ne a i bëjmë këtë ibadete duke u friguar, duke u friksuar nga zjarmi i xhehenemit, edhe nga llogaridhënia apo duhet t'i bëjmë atë për ta madhruar dhe për ta adhuruar Allah. Këtu Allahu xhashana përmend në fillim lavdërimin e Allahut, pastaj e përmend se Allahu është i mëshirshëm dhe pastaj përmend po duhet ta keni parasysh edhe këtë se do t'i jepni llogari. E llogaridhënia bil munasebe si të arabat, llogaridhënia mes njerëzve ka qenë shumë më e ashpër se sa llogaridhënia ndaj Allahu subhanahu wa taala. Ashtu. E shohim në vërtet, domethënë se e shohim aty se Allahu subhanahu wa taala fillon një herë me lavdërim, pastaj fillon tregon për mëshirën e tij. Tash te kjo fjalë çka thënë dietarët tonë, tash është një farlloj si kërcënim. Se dijeni se një ditë keni me dar para Allahut subhanahu wa taala do të pyetini për veprat e tij. Mos ta harroni edhe çfarë pjesë. Po, siç ka ardhur shumë në hadith, në ajete tjera që nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa ana adhabi huwa al-adhabu shadid. Apo adhabu al-alim, siç ka ardhur në ajet. Pra lajmëroj robët e mi se me të vërtetë mëshira jem është e madhe. Mëshira jem domethënë un jam mëshirues dhe fali. Mirë po edhe ndëshkimi jem është ndëshkimi i dhëmshëm. Se Ibn Kaimi thot një fjalë shumë të rëndësishme për këtë çështje prapë. E përshkruan që ta kuptojnë mirë, sidomos kur çështja kjo lidhet me frikën dhe shpresën. Shpresa në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe frika nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Çka përmend Ibn Kaimi? Ibn Kaimi thotë përmendoni sikurse një shpend. Ai shpendi ka kokën e cila është dashuria e Allahut. Pra koka e shpendit është dashuria. Pa të nuk mund të jetë gjallë, nuk mund të mbetet gjallë shpendi, po, ngordh. E tash, shpresa është nënën e gjatë të krahut, pra në krah, në frika është në krahun tjetër. E tash ky shpend është interesant pse ka përmend shpendin. Se shpendi nuk ka, domethënë, mundësi tjetër për t'ju hik gjahtarëve, për t'ju hik, domethënë, egësirave, vetëm se nëpërmjet fluturimit. Ata ka armë të tij. E nëse njëna mungon, njëni krah është i lënduar, ai nuk mund të fluturon. Pra këtë aftësi që Allahu ja ka mundsuar për të hik dhe për të shpërtuar aty i bie poshtë. Edhe pastaj është pre e lehtë e gjahtarit. Me nerë e kap. Edhe prandaj kështu ku duhet me qenë besimtari. Pra duhet me pas dashuri. Po. Baraspesh. Po, do një paraspesh, do të me pas dashurinë kjo që nuk ka, do të thonë nuk kontestohet hiç. Dashuria do të më qenë patjetër ndaj Allahut subhanuhu wa taala, mirë pastaj do të jetë mes shpresës dhe frikës që tjerë se i dobishëm fluturimi, pastaj edhe e mira e tij në këtë dynjë, pra qenia e tij në këtë dynjë. Pra do të jetë mes shpresës dhe frikës. Atëherë inshallah do të jetë rrugë të drejtë të cilën e ka porositur Allahu subhanuhu wa taala dhe i dërguari i tij.